E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndaluar pak tek Edisa dhe tek Brikena, dy vajza që në shtëpinë e Big Brotherit në asnjë mënyrë nuk kanë qenë dakord me njëra tjetrën. Edisa që në start kur hyri pati shënjestër Mateon dhe Brikenën, tani nuk e kuptoj pse pati shënjestër Mateon dhe Brikenën, ndoshta duke e ditur që Mateo jashtë është shumë i suportuar, ndoshta duke e ditur që Brikena jashtë ka një fanbase shumë të gjerë dhe dëshironte që me deklaratat e saj që nuk ka argumente në këtë pikë, ndoshta dëshironte që ta rrezon fenomenin Brikena dhe fenomenin Mateo poshtë në tokë, apo dashurinë e tyre, marrëdhënien e tyre ta futën në hamencim. Derisa Edisa qëndronte në shtëpinë e Big Brotherit, ne të gjithë mendonim që kjo gjëja që ndodhen brenda në shtëpi është në kuadër të lojës, dhe me thënë ndodhen për lojë. Por siç duket, gjërat mes Edisës edhe Brikenës nuk kanë qenë në kuadër të lojës, por pas kanë qenë në një seriozitet shumë të vërtetë. Tani çfarë pash unë mbrëm? Nga ana e Brikenës, unë e pash mbrëm që e kishte mbyllur kapitullin e zënkave me Edisën, edhe pse në fakt Brikena nuk është grindur asnjëherë me Edisën. Ka qenë Edisa ajo e cila ka mbajtur debatet, ka mbajtur zënkat, është grindur, ka mbajtur këto dinamikat e mëdha në shtëpi, nuk ka qenë Brikena. Por më vjen shumë keq dhe më vjen shumë turp që një vajzë, domethënë, merr guximin dhe t'i thot një vajzës tjetër, ej, unë e di se çfarë ke ti jashtë, mos më detyro që t'i them këtu sepse unë nuk dua që t'i sjell këto gjërat. Tani mua kjo më duket çnjerëzore, sepse edhe sikur të dish, fundja fundit është privatësia e saj dhe ti nuk je askushi të flasësh për privatësinë e tjetrës. Unë mendoj që ti ke qenë në një lojë, çfarë kishe për t'ia thënë, ja ke thënë, por të flasësh për privatësinë e tjetrës, më duket sikur shumë ego e madhe dhe një ego që është e irrituar tek publiku shqiptar. Ky është mendimi im. Dhe së dyti, Edisa e pash që ishte shumë e mërzitur me Arian Konomin, opinionistin, i cili në fakt ju sul për të mirën e saj, duke e quajtur Arian Konomin gay. Do me thënë, ti thuash gay opinionistit të Big Brotherit për një lojë dhe për një deklarat që ti ishe në gabim në atë moment që e the, sepse mundeshte të kundërshton dhe Juela, mundeshte të kundërstojnë dhe banorët e tjerë, po nuk e bën, ndërsa ti vazhdon ta bësh Big Brotherin edhe jashtë, mua nuk më duket e bukur, do me thënë më duket pak e tepruar. Unë mendoj që Edisa kishte personale me Mateon, ndoshta mund të ketë patur edhe ndonjë simpati për Mateo, nuk dihet në momentin kur Mateo hyri, do të thënë Edisa hyri brenda asaj shtëpie dhe këtë e ka nxjerr krejtësisht në mlef, sepse unë mendoj që Edisa hyri me një skenar nga jashtë, ajo që në start e tha që mirin do ta kem vëlla dhe e pati si vëlla dhe nuk ka dhënë sqarime rreth deklaratave të këtilla të cilat kanë të bëjnë me të. Por deklarata e mbrëmshme dhe sidomos në Arian Konomit mu duk pak e tepër. Do të thënë Edisa e quajti Arian Konomin gay. Tani dëshojmë a do të ketë një kthim nga Arian Konomi në këtë luftën virtuale që e kanë bërë, ndoshta është edhe luftë për klikime, mund të ketë marrëveshje, nuk i dihet për të qenë në qendër të vëmendjes, por është hapur tani më një luftë, një Big Brother i ri mes Edisës, Arianit, dhe Brikenës.